Pse nuk duhet të bëni kurrë një dush të nxehtë pasi jeni ushqyer? Edhe pse mund të duket si një mënyrë e këndshme për të çlodhur, marrja e një dushi të nxehtë menjëherë pas një vakti mund të ndikojë negativisht në procesin e tretjes natyrale të trupit tuaj. Ky zakon mund të ndryhijë në funksionet e duhura të sistemit tretës, gjë që mund të çojë në probleme të ndryshme shëndetësore. Kur ham, trupi ynë rrit rrjedhën e gjakut në stomak dhe në zorë për të mbështetur tretjen e ushqimit. Ky proces mundëson zbërthimin optimal të ushqimit dhe transportin e lëndëve ushqyese. Megjithatë, kur bëjmë dush me ujë të nxehtë, temperatura bën që enët e gjakut të zgjerohen, veçanërisht në lëkurë, gjë që çon zgjerimin e enët e gjakut. Kjo do të thotë që më pak gjak tërheqim në sipërfaqen e trupit për ta ftohur atë, duke zvogëluar sasinë e gjakut të disponueshme për sistemin tretës. Si rezultat do të keni gjithashtu keqtretje dhe luhatje të shëndet. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos